Mirëmbrëma të dashur miqtë e mi. Unë si komentues në fakti Big Brotherave, i këtyre reality showve, kam komentuar një ditë më herët marrëdhënien e Lelës edhe të Leos, dy ish banor të Big Brotherit që fillimisht të treguan që ishin një çift ideal, që kishin një marrëdhënie ideale, por që kohëve të fundit, siç duket, ka një krisje virtuale të tyre. Do ta quaj krisje virtuale sepse nuk ka asnjë lloj deklarate nga ana e Lelës edhe e Leos dhe nuk mundem të dalë të them që Lela dhe Leo kanë krisje në marrëdhënie, por le ta quajmë një krisje virtuale. Janë një çift që kanë gëzuar një popularitet shumë të madh. Janë një çift që gëzojnë një dashuri shumë të madhe. Janë një çift që publiku i duar trokiti, i mbështeti dhe i admiroi edhe pas daljes nga shtëpia e Big Brotherit. Por, pas gjitha atyre fotografive, pas gjitha atyre videove që në fakt në TikTok akoma ekzistojnë, duke mos u verifikuar në qoftë se është TikToku i Lelës dhe Leos zyrtar, por ekzistojnë video që Lela dhe Leo janë të dy bashk, në Instagram kanë hequr gjithçka të tyre. Nga burimet e afërta të çiftit, do të thënë nga shoqëria e tyre, thuhet që nuk ka krisje, por mund të jetë një formë marketingu, do të thënë artistët si duket arritën të kuptojnë se cila është forma e marketingut dhe se si të vinë në sken. Por ka dhe nga ato nga ana tjetër që Lela dhe Leo kanë krisje në marrëdhënie. Në Instagramet e tyre nuk kanë asnjë gjë, do të thënë unë hulumtova te Instagrami Leo Gashi, nuk pash një foto me Lelën, gjithashtu dhe te Lela hulumtova, nuk pash një foto me Leon, lajkat janë ralluar, mos themi që nuk janë fare, dhe siç duket ky çifti që ishte më i dashuri dhe më i komentuari, tash është drejt një përfundimit të kësaj dashurie. Unë jam kundër që të përfundojnë dashuritë, unë gjithmonë kam qenë pro dashurisë, por fatkeqësisht ndodh edhe kjo. Si e shikoni marrëdhënien e Lelës edhe të Leos? Ju lutem më komentoni në koment. Faleminderit shumë.